Kam informacione të pa konfirmuara se ekziston edhe një i tillë diku në zonën e stacionit të autobusave në Mitrovic. Unë personalisht edhe institucionalisht as nuk e di se kush e ka themelu, as kush shërben në te, as kush falet në te. Bashkësia Islame e Kosovës ka nisur të ngrisë zërin publikisht për rritjen e rrymave ekstreme në kuadër të komunitetit islam. Në një mesazh të fundit, Bashkësia Islame e Kosovës kishte thirrur për besim në institucione dhe dënim të akteve të dhunës. Në ndërkohë, në zonën e Mitrovicës, e cila gjatë viteve të krizës ishte e njohur për rekrutim të luftarëve të ISIS-it, përfaqësuesit e BEK kanë nisur të flasin hapur për paltore, të cilat nuk janë në mbikëqyrjen ideologjike dhe në autoritetin e tyre. Përmendet më herët që është një lokal cilin e keni marrë, po është në mbikëqyrjen dhe në jurisdiksionin e juaj për shkak të ndërtimit të xhamisë re, po në rajonin e Mitrovicës a ka të tjera të cilat, po flas për mesxhide ilegale të cilat nuk funksionojnë në ombrellën e Bashkisë Islame të Kosovës, a jeni ndjeni për to? Kam informacione të pa konfirmuara se ekziston edhe një i tillë diku në zonën e stacionit të autobusave në Mitrovic, mirë po nuk e kam verifiku, për arsye se edhe me dasht nuk kam mekanizma për me verifiku, megjithatë është përfolur shumë për ekzistencën e një vendfalje të këtillë, të cilën unë personalisht edhe institucionalisht as nuk e di se kush e ka themelu, as kush shërben në te, as kush falet në te. Në rast se keni informacione të tilla, kryetar, çysh vepron, cilat janë masat e cilat i ndërmerrni, ai njofton organet e sigurisë apo mekanizmat të tjerë të cilët merren me këto raste? Po, e kemi njoftu Kryesinë e Bashkisë Islame në radhë të parë për këtë punë, për arsye se ata janë e prorët tanë, edhe ne u referohemi atyne, si shqetësim e marr seriozisht për shkak të gjithë atyne gjanave që munden me ndodh. Nuk them se detyrimisht do të ndodhin, por tashma e kam edhe një moshë edhe një përvojë dhe kam një njohuri e di se në rrethanat këtilla për një vend mund të krijohen shumë kokçarje dhe si rrjedhoj, domethënë kemi një komunikim të ngushtë me Kryesinë e Bashkisë Islame, ndërsa në takimet që i kemi formale e jo formale edhe me institucionet e sigurisë, ata realisht një pjesë e informacioneve na kanë ardhur edhe prej tyre dhe ata janë ndjeni se një vend falje i këtillë nuk është në jurisdiksionin e Bashkisë Islame. Më tepër se kaq na nuk kemi as përgjegjësi, as mekanizëm për të bë, thjesht mjafton që në një lidhje përfaqësimi, në një lidhje reciproke përfaqësimi me atë vendfalje nuk ekziston koneksioni me Bashkinë Islame. Në bazë të përvojës juaj, në bazë të pozicionit cilin aktualisht e mbani në Bashkinë Islame, çka ish dasht me ndodh me këto mesxhida? Ish dasht me u kthy në kontroll apo në një jurisdiksion të BIK-ut, apo me u mbyll? Po flas për mesxhidet ilegale të cilat janë hapur, për të cilat edhe ju keni informacione që ekzistojnë të tilla. Unë mendoj se të këtilla në mbar Kosovën sigurisht ka pak, kur them ka pak nëse i referohemi numrit, po edhe po të ishte vetëm një, ndoshta do të ishte e tepërt, për arsye se nuk mendoj se ka arsye që të kemi vendfalje të këtilla. Fundja as një institucion, as fetar, as arsimor, as shkollor, as që janë të interesit të përgjithshëm, nuk bëhen në mënyrë po e zom, i ka rënë mend dikuj ose i ka pa një ëndër natën edhe të shohim ditën edhe ta bëj një institucion timin personal. Unë mendoj se do të ishte edhe duhet që të jenë në koordinim të plot me Bashkinë Islame, edhe të vlerësohet nevoja posaçërisht ajo ta quaj gjeografike, të jetë në një pjesë ku për një mend xhamit më të afërta mund të kenë një distancë bukur të madhe, e që komunitetit i lehtësohet marrja pjesë në kryerjen e ritualeve fetare. Përndryshe, nëse është bë për teke ose për inat Bashkisë Islame unë e bëj xhamin time e kështu me radhë, atëherë ato unë mendoj se janë vendfalje të cilat nuk duhet të ekzistojnë, e dim qartë edhe çfarë thot Kurani për këtë punë, edhe përndryshe unë edhe nga këndvështrimi tjetër kemi shumë nevojë edhe për shumë xhamia tjera për shkak se i shohim njerëzit duke u falë në rrugë.
Mirë, po ne si Bashkia Islame nuk e bojmë këto, si me thonë, pa koordinim edhe me kryesinë e Bashkisë Islame, po pa koordinim edhe me institucionet relevante, sikur se është komuna, urbanizmi e të ngjashme. Pra, bojmë xhamia aty ku është e nevojshme dhe aty ku është e mundshme që të bëhen. Nuk i bojmë xhamit për inatit të askujt, as nuk falemi, nuk shkojmë në namaz për inat të askujt, po shkojmë për t'i plotësuar nevojat tona shpirtërore. Andaj një koordinim i mirëfillt mes komunitetit. Pavarësisht se dikush mund të ketë pakënaqësi edhe në funksionimin e Bashkisë Islame. Edhe në një imam i caktuar mund të mos pëlqej për shkak të formimit tënd intelektual ose për shkak të mënyrës si ti e ke kuptuar fen. Mirë, po brenda Islamit kjo gjë duhet trajtohet me zemërgjarsi edhe të mos bëhen çësje përjashtuese, për arsye se jemi shumë pak në numër për qenë të përçam, nuk e meritojmë këtë luks.